the films in one radio show. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies. Do të jemi së bashku për plot 1 orë në valët e Top Albania Radio me këngët më të bukura, kolonat zanore më të bukura prej filmave. Por kësaj radhe do të dëgjojmë muzikë krishtlindje nga vetë emri. Ju e kuptoni se për çfarë do flasim për gjatë këtij 1 orëshi, do flasim për filmat. A janë të parashikueshëm? Tematika e filmave që ne duam të analizojmë dhe prekim sot është pak e parashikueshme, por Dedet mund t'ju befasojmë, Po sigurisht mund t'ju befasoj me zgjedhje. Tematika ndoshta është ajo e krishtlindjeve, të cilës dashje pa dashje nuk mund t'i shmangemi, sepse jemi në kulmin e atmosferës së fundvitit se krishtlindjet sapo i kemi kaluar. Megjithatë, mendoj që përveç filmave të krishtlindjeve, është një mori serialesh që ka dalë në Netflix, Amazon e kudo tjetër dhe madje janë ndër më të preferuarit e publikut. Kujtoj që Stranger Things u publikua dje pjesa e dytë e parafundit. Është publikuar dje pjesa e dytë? Po. Unë po i bëja refresh Netflixit dhe nuk më dilnin 4 episodet e radhës. Me sa di unë Unë e di që është të premten, do me thënë pra sot në orën 2 AM me orën amerikane dhe mund të jetë kjo gjë e orës amerikane, po me sa di unë me 25 do ta konfirmojmë gjithsesi kur publikohen me orën shqiptare të saktë. Do kenë dalë. Po do kenë dalë, besoj. Unë po e nis që në publicitet. Dhe disa të tjerë, të cilët nuk po i zbulojmë tani, po që janë vërtet shumë interesant. Çfarë filmi krishtlindjesh ke parë së fundmi ose më i fundit fare? Ende nuk kam parë një film krishtlindje, më vjen keq ne ka hera për shkak se kjo është At the Movies e fundit që ne bëjmë për vitin 2025 edhe paka shumë ju paraprime dhe çfarë pritet të vi, çfarë serialesh do dalin në Netflix. Për premierat e Cineplexit ka ardhur Klemi dhe na ka folur, po dim edhe vetmja gjë që mund t'ju themi është se është do jetë një vit plot premiera dhe filma të rinj që mund t'i shihni në ekranin e madh. Por nuk e di pse çdo vit ne sikur ngurrojmë të shohim filma krishtlindjesh të rinj, pra prodhime të reja që bëhen vit pas viti, janë duke u bërë filma krishtlindje, po nuk e di pse nuk kanë atë energjinë. As castin nuk e kanë siç e kanë patur dikur, pra nuk kanë përzgjedhjen e aktorëve ose regjisorëve që kanë patur dikur filmat e krishtlindjeve, ku luanin aktorë jashtëzakonisht shumë të famshëm. Tani kur shoh këto filmat e krishtlindjeve janë disa aktorë që nuk i njeh askush. Unë nuk e di se kush janë ata njerëzit, më vjen një poster me një dy të panjohur dhe jam unë e para që nuk duhet të jem ky njeriu gjykues që ndoshta vetëm nga fakti që nuk i njeh restriktohet dhe nuk i sheh, por prap unë ngurroj dhe neve vazhdojmë vit pas viti si çdo bëjmë dhe këtë vit, po ja u themi që tani që mos prisni ndonjë gjë të jashtëzakonshme, prap do t'ju themi ato sugjerime sepse unë dhe Edi e themi gjithmonë këtë, sidomos me njerëz që mendojnë ndryshe si ne, nuk ka si klasikët. Nuk ka si klasikët, po unë kam besoj një përgjigje për konstatimin që bëre ti, sepse kam përshtypjen që kur vjen kjo periudha, njerëzit vërsulen drejt Netflix dhe kërkojnë filma me krishtlindje, nuk ka rëndësi se kush aktor është, nuk ka rëndësi se çfarë tematike është, po filmat e krishtlindjeve, nëse mund ta themi kështu, shiten. Pra njerëzit ulen aty, shikojnë një poster të ri edhe e hapin sepse është një film krishtlindjesh. Mendon që shiten? Do ketë një lloj suksesi në këtë periudhë. Mendoj që fryma e re e filmave të krishtlindjes është Lindsay Lohan, për shembull, është në disa prej filmave më të parë të momentit. Unë e pash një para pak ditësh të titulluar Falling for Christmas. Si Mariah Carey. Është bërë një lloj Mariah Carey e kinematografisë, eksakt. Kështu që po që ajo në film është filmi i bukur krishtlindjesh. Mirë, okay. Jemi edhe me Cineplex dhe gjithë programin që ofron, të cilin do ta zbulojmë vetëm pas pak. Po dëgjonit A Million Dreams nga Pink, na futi në një atmosferë festive, po nga këto festive triumfatore, ku ti pret me shpresë se viti i ardhshëm do jetë shumë i mbar dhe i bukur dhe ato ëndra do dalin nga sirtari dhe ndoshta do të bëhen dhe realitet. Mendoj gjithmonë se fund viti, nga që është kjo faza që shumica marrin pushimet dhe familja më në fund mblidhet në shtëpi, më duket për ne që punojmë ose që kemi prindër që punojnë ose gjithë familja është njëri këtej tjetri andej, më duket kështu e çuditshme tani kur shkoj në shtëpi dhe shoh ti me më që është vërdall në përshpjellje, oh, ti je këtu, ke gatuar, je në shtëpi sot, fantastike. Më në fund mund të jemi një familje e lumtur që rri në shtëpi sepse viti na ndan edhe na distancon edhe e dëgjoj shpesh
shpesh herë ti me më dark për dark më thot, "Të shohim një film me Krishtlindje sot?" Dhe jam shoja sot ja nesër, po sot me se s'bën duhet ta bëj se më ka kaluar duhet, sepse pasi të mbaroj kjo javë, domethënë kjo java e festave, 1 janari pastaj është dramatik për ta parë një të tillë, pra nuk shikohet. Jo, ka kaluar ajo kohë. Fillon shikon diçka kështu që të mëson diçka të re që s'e ke ditur më përpara. Por është edhe kjo koha që ndoshta periudha e pushimeve na ofron një mundësi shumë të mirë për të shkuar në kinema për të parë një film në ekranin e madh, për të shkuar qoftë në një qendër tregtare për të kaluar një masdite dhe është më duket si mëkat të shkosh në qendër tregtare në Teg ose në QTU dhe mos shkosh te Cineplexi, sidomos në këtë periudhë, edhe të shohësh një premierë. Në fakt e kemi një të tillë që titullohet The Housemaid dhe vjen në Cineplex krahas Avatar Fire and Dash, që është po themi premiera botërore e cila ka disa ditë që ka mbërritur në Cineplex. Por për çfarë flet The Housemaid, e ndjekim tani pak trailerin për të kuptuar më tepër. Si fillim duket si një punë ëndrash për një familje normale, por rrugës fillon të zbulojë se Nina është pak e çuditshme, sillet në mënyrë kontrolluese dhe qartazi nuk gëzon shëndet të plot mendor. Duket këto përmbledhjet që I shkruaj unë. Kjo sidomos te kjo fjalia, nuk gëzon shëndet të plot mendor. Ka një periudhë paqëndrueshmërie. Është. Por rrugës ajo kupton se bashkëshorti Andrew është viktimë e dhunës psikologjike të shoqes, por gjërat rrallë janë ashtu siç duket dhe siç e dëgjuam në trailer, ne kurrë nuk e dim vërtet se ç'po ndodh në shtëpinë e dikujt tjetër. Oh, dhe nuk e di pse Michele Morone po merr gjithnjë më tepër role të tilla. Do me thënë edhe tek filmi që ishte me inteligjencën artificiale, që nuk më kujtohet tani emri me Megan Fox, pati po ashtu një lloj roli të tillë të një burri I cili kishte një lloj paqëndrueshmërie në familje. Po se ti ta bëj mirë, ka dhe pak atë fytyrën e antagonistit, po bën atë fytyrën e atij qenushit që është vrarë këmba. E ke parasysh që unë jam I mirë, s'kam bërë asgjë. Me Megan Fox ishte një dyshe shumë e mirë, nuk e di se si do të jetë me Sydney Sweeney, që do të jetë gjithashtu protagoniste në film, krahas Brandon Sklenar dhe Amanda Seyfried në cast, Megan Ferguson e shumë të tjerë. The Housemaid është një thriller psikologjik dhe pak erotik, duhet thënë, që mund të ishte shumë interesant për ta parë, sidomos këtu në Shqipëri Michele Morone ka shumë fansa dhe mjafton të jetë ai në film dhe të gjithë vërsulen për ta parë. Ndërkohë, e fundit që doja t'ju thoja është se në Cineplex është gjithashtu, siç e tham edhe më përpara, Avatar Fire and Dash, është Now You See Me Now You Don't, Zootropolis 2 dhe The SpongeBob Movie The Search for the SquarePants për të vegjëlit. Kështu që ka shumë mundësi për të zgjedhur dhe një fundjavë ideale tani në prag të festave për të parë një film në kinema. Një personazh cilin e kemi humbur këtë vit, një këngëtar, më duket kështu edhe periudha e ndrimit të tij të jetës, tani kaq pranë, më duket sikur njerëzit hera herës e shkruajnë atë fatin e tyre pa e ditur se po e shkruajnë. Sepse një ndër këngët e tij, po themi më të ndjera, më të bukura, ishte kjo që sapo dëgjuam, Driving Home for Christmas, dhe në fakt pikërisht në një periudhë shumë të afërt me Krishtlindjet, ishte edhe fundi I tij dhe është e vërtet kjo që sapo them. Megjithatë kjo këngë do të mbetet ikon në fakt gjithmonë në këtë atmosferë dhe të jep atë ndjesinë. Unë imagjinoj sa herë që dëgjoja këtë këngë, pavarësisht se ne ndoshta nuk bëjmë udhëtime të gjata për të shkuar në shtëpi, po në Amerikë kjo është një gjë që vjen një herë në vit, po është si një nga ato ngjarjet madhore të jetës, sepse mbase ke shumë kohë pa parë familjen dhe unë ndonjëherë kur nisem për të shkuar te familja ime që është rreth 2 orë larg nga këtu, do më kap ajo ndjesia sikur më ka munguar prej vitesh. Sa e bukur ne të Tiranës nuk e kemi fare këtë. Po, është ndjesi e bukur kjo, po. Okej, mirë. Si çdo vit ne bëjmë këto sugjerimet tona për filma Krishtlindjes që duhet I shihni. Ndoshta do thoni me vete janë filma që unë I kam parë 100 herë, po ka diçka shumë të veçantë me atë uljen me njerëzit e zemrës rreth e përqark televizorit me ëmbëlsira, patatina e të tjerë për të parë një film, sado që mund të jetë një film që e keni parë shumë herë. Gjithmonë I sugjeroj këto klasikët për ju që jeni bërë prindër së fundmi ose keni një 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vite që jeni bërë prindër edhe keni parë gjithë pjesën e kinematografisë së re, filmave të animuar të rinj edhe nuk I keni ndoshta edukuar fëmijët tuaj me
Disney klasik ose me filmat klasik të kohëve të kaluara. Nëse nuk e keni bërë këtë, nuk jeni vonë, është koha për t'ju treguar disa klasik krishtlindjeje nga ata që nuk vdesin kurrë. I pari që unë e sugjeroj gjithmonë është The Grinch, që është një krijesë që urren krishtlindjet dhe përpiqet t'u aprish festën banorëve të Whoville, por gjithçka ndryshon kur ai mëson kuptimin e vërtetë të festës, që është dashuria dhe bashkësia të përkiturit, ndjesia e të qenurit pjesë e diçkaje. Është një mësim shumë i mirë për fëmijët, prandaj edhe pse Grinchi fillimisht në vetë është një personazh i frikshëm, fëmijët thellë e duan atë pikërisht nga mësimi që ai nxjerr në fund filmit. Është shumë i bukur Grinch. Edhe Grinchi kështu se kur kalon në 2 festa, vishemi si Grinch për Halloween, vishemi si Grinch edhe për festat e fund vitit. Love Actually është një film romantik që tregon disa histori dashurie të lidhura mes tyre, të gjitha që ndodhin gjatë periudhës së Krishtlindjeve në Londër. Është shumë i ngrohtë si film, emocional, shumë festiv, janë personazhe në jetët e tyre personale, por që të gjithë ndërlidhen në fund në mënyrë në një tjetër. Ka qenë një periudhë, se po më pëlqen shumë zgjedhja që ke bërë, që unë përfundimisht filmat shijohen shumë duke varësisht nga gjendja jote emocionale. Dhe unë ishte një periudhë që kam parë pafund filma të tillë, si The Holiday, që ke shkruar këtu i 2006-s, që në fakt e di çfarë më vjen i natë, se unë kur e kam parë në atë periudhë, domethënë është nuk e di ndjesin. Dhe tani kur ja tregoj dikujt dhe vjen me një koment shumë të ftohtë, domethënë e ke parasysh ndihem shumë keq. Unë jam tek ai grupi që e ka parë para shumë vitesh dhe nuk kam një koment të ngrohtë. Kështu që do ta bësh ti një koment të ngrohtë për The Holiday? Mua pëlqen shumë. Nuk, domethënë subjekti është shumë i thjeshtë. Janë 2 gra, njëra është nga Anglia dhe tjetra nga Amerika, që vendosin të shkëmbejnë banesat e tyre për shkak se të dyja po kalonin një periudhë jo të mirë me njëra tjetrën dhe ndodh ky shkëmbimi një javor. Njëra nga gratë, e cila ishte e pasur, kishte një shtëpi goxha luksoze, e tjerë shkonte të jetojë në një shtëpi në fshat, në mal, me pak kushte, po me njerëz shumë të mirë. Ndërkohë gruaja që jetonte në këtë shtëpi në fshat vjen në këtë shtëpi luksoze në qytet, që gjithashtu të dyja gjejnë dashurinë në shtëpitë respektive. Nuk ka ndonjë gjë të veçantë, po unë kur e kam parë më ka shijuar ekstremisht shumë, pra ka një lloj ngrohtësie, një lloj qetësie që të pëlqen shumë, po e thash, gjendja emocionale ka të bëjë shumë. I fundit nga sugjerimet e mia është Last Holiday, një grua zbulon se ka pak kohë për të jetuar dhe se është e smur me një smundje terminale dhe vendos që gjithë kursimet e jetës së saj ti shpenzoj për ta jetuar jetën plotësisht. Ndonjëherë rrëmbehemi pas asaj ideologjisë që të ruajmë, të grumbullojmë, po nuk e dim kurrë se si na vjen jeta, dhe është një nuk është një film në të cilin mesazhi është harxhoni dhe harxhoje parë. Mos kurse. Jetën sikur s'ka të nesërme, por është ajo të mos lënurit mangët disa gjëra vetes që vërtet do t'ju bënin të lumtur, dhe shenjë një transformim, pra ajo fillon darkon në restorante të mira, takon njerëz, vishet, kujdeset për veten, ishte një grua që gjithë jetën ja kishte fokusuar punës, dhe kjo jetë e re patjetër e has dhe e njeh dhe i hap shumë dyer deri tek dashuria, të cilat do të vazhdonin të mbeteshin të mbyllura në rast se ajo do t'ja kishte limituar vetes këtë lloj jete. Thon, e di që është jashtë tematikës, por thon që nëse ti e jeton jetën si njeriu që ti aspiron të jesh, e manifeston dhe rrugës do ta kesh atë jetë. Kështu që zgjoni sikur keni $1 milion në portofolin tuaj dhe jetojeni jetën të tillë. Po më hyre në mendime se ishte eksakt gjëja që doja të thoja. Kam dëgjuar në fakt edhe nga një filantrop, pra nga një njeri shumë i pasur, i cili fillimisht tha, unë nuk kisha mundësi të udhtoja në first class, por i gjeja ato para nga hiçi dhe fillova të udhtoja në first class sepse fillova aty të njihja njerëz e tjerë. Tani ne nuk po themi se varësisht mundësitë janë po themi të ndryshme, po me ato mundësi që keni, përpiquni që ta vendosni jetën tuaj në një aspekt pak më të mirëqen, dhe ndoshta është ajo thërritja që i bëhet universit. Një ditë në atë pozicion. Po, edhe do ta arrini vërtet atë gjë, kështu që edhe kjo është një taktik për tu ndjekur. Ka mbetur vetëm viti i ri, se Krishtlindjen e kaluam, është vetëm një gjë tek e cila i kemi syt tani. Po e mendoja me vete ka një gjë shumë magjike tek ai 10 sekondshi i fundit. Pra e shohim me shumë shpresë, është si ai momenti që fshim me gomë gjithë gabimet që kemi bërë vitin e kaluar dhe presim, shpresojmë të jemi versioni më i mirë i vetes tonë për vitin e ardhshëm. Teksa të bëra pyetjen përpara se të
ishim në transmetim që ky është emisioni ynë i fundit për këtë vit. Mua më kaluan, do më thënë kështu këta shotet 5 milion sugjerimet tona. Deri në fund dhe vërtet nuk që ka kaluar. Nuk dua të dëgjojmë shumë askënd shpejt. që thot nuk di se çfarë të shoh. E disa sugjerime jo kemi bërë këtë vit. Pa fund dhe janë të gjitha në YouTube, në playlistën e The Movies në kanalin e Top Albania Radios, filma, seriale pa fund, diskutime, ndjesi. Ndonjëherë vërtet flasim me aq shumë emocion për filmat sa ju nuk e keni iden, sepse ne vërtet i duam edhe na ndikojnë goxha në jetën tonë, ose na bëjnë një ndryshim të paktën që lë shenjë aty te ne për një kohë të gjatë, ose ndoshta për gjithmonë deri diku. Mendoj se kjo ndodh për shkak se filmat paçka se në aparencë të parë qëllimin e tyre primar kanë argëtimin, pra këtë kalimin e 1-2 orëshi duke parë një film, duke argëtuar, duke qeshur, duke qarë, pra në thellësi, në brendësinë e tyre, në atë sipërfaqen që ne shohim, kanë një qëllim akoma më të rëndësishëm dhe ai është për të na me anë të muzikës, me anë të dialogut, me anë të situatës, me anë të historisë së dikujt tjetër, me anë të aktrimit, me anë të gjithë asaj gjëje që ne na paraqet vizualisht, është për të na dhënë ose për të na rrënjosur një leksion të cilin në rast se hera herës thonë që do ta kuptoja këtë njeriu në rast se do kisha qenë në këpucët e tij, dhe mendoj se filmat e bëjnë këtë gjë më mirë se çfarë do gjë tjetër. Hera herës e di që nuk duhet ta them këtë gjë, po dhe më mirë se muzika, sepse vërtet të vendosin në këpucët e dikujt tjetër për të kuptuar se si ndihet ose si i vjen situata këtij personi dhe për të të ndryshuar me kalimin e kohës, për të të bërë një person uroj më të mirë, se varet se çfarë shihni, unë se di se çfarë shihni. Sigurisht, të gjitha linjat e artit domosdoshmërisht kanë peshën e tyre, por nuk e di se si do të ishte bota pa kinematografinë dhe jam i lumtur që ne do të vazhdojmë sërish të sjellim sugjerime, të diskutojmë për filma, fatmirësisht prodhimet nuk ndalojnë kurrë dhe madje ato deri diku po përmirësohen, por her pas here kthehemi edhe në të shkuarën për të parë klasikët që kanë gjithmonë vlerë sot dhe shumë vite më mbrapa. Nuk po hym dhe po bëhemi shumë emocional, do të dëgjojmë sërish vitin që vjen, gëzuar, shijojeni këtë fund viti, sepse pas datës 1 janar do ju kaploj një energji krejt tjetër nga kjo dhe më besoni që do të pendoheni që nuk e shijuat më tepër këtë. Uluni me familjen dhe shikoni filma të bukur. Miru dëgjofshim vitin që vjen.